Përshëndetje të nderuar shikues të Televizionit Publik të Kosovës dhe Televizionit Shqiptar. Përshëndetje për të gjithë ju nga diaspora që po ndiqni emisionin Nutve. Na ndajnë edhe 2 ditë nga përvjetori 11 i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prandaj, sonte do të kthehemi në kohë. Kujtojmë sfidat e shqiptarëve të Kosovës para se të vinim këtu ku jemi sot. Dokumentarin me titull Ku ishim e kemi ndërtuar duke u bazuar në rrëfimet e kamermanit me përvojë shumë vjeçare, Jusuf Rizvanolli, i njohur si Cujka, dhe përkthyesit e gazetarit të Agjencisë së Lajmeve Reuters, Shaban Buza. Minutat në vazhdim ju ftojmë të ndiqni pamje të patransmetuara më parë në pjesë të ndryshme të Kosovës, ku shihet gjendja e civilëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndjekim dokumentarin e gazetarit Burim Goxhuli. Është fundi i viteve të 90-ta në Prishtinë. Kjo kohë Kosovën e gjen në terr informativ. Civilët po vriteshin. Fshatrat ishin ndjegur. Ndërkohë që regjimi serb i Slobodan Miloševićit kishte mbjell frikë në çdo cep të Kosovës. Përpara kioskave ku shiteshin gazetat, radhët ishin të gjata. Marrja në kontroll e radio-televizionit të Prishtinës nga forcat serbe kishte mbyllur dritarën kryesore të informimit për shqiptarët e Kosovës. Komunikimi mes qytetarëve ishte pothuajse i pamundur. Gazetat e pakta shqiptare ishin në një betejë të ashpër kundër mediumeve serbe, të stërmbushura me propagandë anti-shqiptare të orkestruar nga pushteti i diktatorit Milošević. Ishin të pak gazetarët që në atë kohë gjenin guximin që të raportonin të vërtetën e Kosovës. Edhe më i vogël ishte numri i reporterëve që bashkëpunonin me agjencinë ndërkombëtare të lajmeve. Në mesin e tyre ishte kameramani Jusuf Rizvanolli. Gjatë minutave në vazhdim, shumica prej pamjeve që do t'i ndiqni janë xhiruar nga vetë ai dhe kolegët e tij në Reuters e agjenci tjera botërore. Pamje këto të cilat ai ruajti me zili, ndërkohë që shumë të tjera ju morën me dhunë nga forcat serbe. Luftën e Kosovës kameramani me përvojë të gjatë Jusuf Rizvanolli e përjetoi bashkë me profesorin e makinerisë Shaban Buza, të cilin nevoja shtyu që të merret edhe me gazetari, duke raportuar për agjencinë e lajmeve Reuters. Kohën kur kam punu, për këto pika që i përmendë, ka qenë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme. Jo për mua, po për gjithë kolegët. Me punu diçka për me ofru popullit, se populli ka qenë errësirë në terr. Mediat Kosovës kanë funksionu, kemi pas një dritar sa do të vogël të TVSH, po këto kanë qenë shumë më rëndësi se bota e ka pa këto gjërime. Edhe që kemi bërë një farë sensibilizimi jashtëzakonshëm për gjendjen në Kosovë. Ishte një kohë vështirë, ka qenë vështirë edhe lëvizja për një vend, sidomos më shku në zona për shkak se ajo kohë ka qenë quhej si ta izolojmë ndërnisën të lëmë pa bukë. Për atë kohë, do të folë për veti, me siguritet e kolegë tjerë që kanë punu që të jashtëm se të mbrëndshëm,
hup, nuk din ku je. Ti e ki veç qëto, që të punë kimi bo edhe u kry. Tash me bo me thonë dikush, hajtë që ko bënë qëto, pak ishe rezervu, se u konë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme. Lufta në Kosovë është fitu mu për shkak të raportimeve, të gazetarëve të huj që kanë ardhur, po gjithmonë me ndihmën e gazetarëve xheruzëve vendas, për shkak se shembull sa e ka ditë Cujka pozicionet të ndryshme vendet i huj nuk e ka ditë dhe ne kemi arritur që ata me i dërgu mu në ato zona ku kanë qenë më të ndjeshme edhe ku është sensibilizu opinionin ndërkombëtar se çka ka ndodhur. Kosovës nuk i është dashur të gjëra atë kohë, vetëm e vërteta të shkoj në botë. Po me kum po kur s'kum menu me lon kamerë, zipse, kur. Me kum pas si pjesë trupit. Pa kamerë, që edhe tash që përbën këtë intervistë, e kom shumë vështirë mu shpe, se mësu me qenë vazhdimisht mas kamerës, dhe para kamerës, më do pak vështirë. Me raportu në luftë prej vendit tonë është jashtëzakonisht të vështirë. Jo që është vetëm emocionale, po ti je pjesë e këtij populli dhe ti e ndjen, tu i ditë edhe ndjesin, edhe kulturën, mentalitetin e njerëzve tu është shumë rëndë. Edhe ka pas goxha raste të cilat kanë qenë raste që na kanë emocionu, jo vetëm neve, po i kanë emocionu edhe gazetarët e huj. Dalja në teren për të raportuar për situatën e civilive në Kosovë ishte sfiduese. Për të arritur në destinacion, ata duhet të kalonin në postblloshe famkeqe serbe. Të shpeshta ishin edhe torturat që ju bëheshin, vetëm që të pengohej e vërteta e zhvillimeve të Kosovës. Udhëtimi ka qenë çdo herë i rrezikshëm. Çdo herë me pikpyetje, apo mrin, apo kthehesh. Kur kthehesha për shembull në shtëpi, thosha edhe sot pështova. Kalova mirë. Ishte për shembull komaran në një postblok, me thonë i famshëm, s'u më thonë i famshëm se i tmerrshëm. Aty u konë si një farë site, zguzeke, kush me kalu pa u kontrollu, pa u marrën pyetje. Kem pas raste kur neve ekipi jon, bila të Cujka ka qenë afër, ka qenë një ukrainas i cili është vrarë në Irak, dhe ai është rrah prej forcave serbe se po fati ka qenë ukrainas. Edhe fliste rusisht dhe është nda pak më mirë se sa kishim mujt me u nda Jusuf. Të asaj kohë thonë se ishte e frikshme të shohësh nga afër fuqinë e tyre. Shpresa për ditë më të mira, zbej sa herë që në teren merreshin pamje si këto. Me ikë para derë shpjes, ma kanë plague. Një gojmë shi, një kanë plagu. Një kanë që në spital, type nuk e di, shka po puna tyne. Edhe më dëshprues ishte takimi me civilet shqiptar. Gjendja e tyre ishte e rëndë.
forcat serbe i gjujnë një granat, disa granata në mal. Aty ishin prerës dru, ish baba me djalin edhe me një nip vetin. Dhe djali vetë 7 vjeçar me granat ngeli vdekur. Shkojmë neve të nesëm në mëngjes atje, edhe shqo, jo për neve, po ishte emocionu se kur prini e thret motrën 10 vjeçare me u përshëndet për herë të fundit me vllaun 7 vjeçare, cili ishte në mes të dhomë, ajo ishte një, edhe unë e kum pa atëherë që gazetarët e huaj, kërët shok nuk ka mujt me qëndru në dhomë, ka dalë për dhome. Dhe kur dole ai për dhome, problemi kishte edhe kameramani me majt kamerën në ato momente. Tash mos e mendoni mu se unë si ko mujt me undje, po ata fillun me i bashkëndje këto pozita me neve. Kjo e pozitën e popullit. Kur shkoshim na si ekip televizive në për ato fshatra si me shku zoti për ata fshatarë. Se s'kishin ku mu pështet, s'kishin me kanë me bo muhabet për atë gjendje, se ata ishin të izolun në qatë masakër, qatë nështrim. Tash, shka do dishka që ju thoshe, ata ishim na, si me thonë, zoti për ata, për në atë kohë. Po nuk ishë ashtu, po qashtu ata mërshin se s'kishin ku me kanë me bo një muhabet, një bised. Tash, mërshin në ka një intervjist për popullit, në fëmi, në pa me fëmis, në gjendje mjerush me shpis, e shkatrune, e kallëne, që ashtu ka shku krejt. Për mu aty që e kum pa ato, ka qenë shumë vështirë, po edhe ma vështirë ka qenë me pa opinionin botnor, se su ka hinë kry që mund që ashtu dikush me bo. Shka kam bo, dhe janë do pa me aty shifën. Po ata fëmija s'kishin shka. Ata shkoshin gjojshin do gëzhoja në përfusha, do të kalluna. Shka do që gjojke për ata ishë interesant se të izolun komplet për botës. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, sidomos ndaj familjeve, edhe trive, po mbi të gjitha, mikpritja shqiptare në mes të familjeve në zona shumë të varfne. Edhe në ato kushte ka qenë diçka për ata e pa parashikueshme, e pa besueshme. Dhe unë mendoj që aty ata janë, si me thonë, janë socializu, ose janë bo edhe ata kosovarë kanë bashkëndje me neve. Atje jurë kanë qovë, halë është po gjurë të jasë drimi, po gjurë të granotat para dherë në rajshu. I ka dhanon në të. Këta të dy kishin siguruar filmime në disa fshatra të Drenicës, pamje këto të cilat po usjellim ekskluzivisht sonte në emisionin Udhëve. Shkondorët e vjella. Po kena vëk me ujë. Me ratja. Mjerim është fjala që përshkruan më së miri gjendjen e shqiptarëve në ditën kur u morën këto pamje. Ja, jesë që më kanë po ata si kanë jesë, unë veç që më shef, te e ndalë të atë shpije të jodhën Shqipritin, edhe marë për hektu. Vetë një kila grunë më kanë kallë. I kom pas hamaritin e kom pas tru edhe kruashin, me kalamëq, që që shë bunë. Si jenë. Këtë arabi kemë prunga, bukë s'kemë, me hongë, kreditin nuk ka djekë. Vëlloj edhe kalamjutin nuk ka, i kanë hongë zjoja, zdish ka homës, zdish ka bojmës. Qa po kollet të? Tu po kollet grunë. Sa i ke pas? Tu i kom pasën 8.000 kila grunë. Kalamëq e ke pas? Kalamëq kom pasën.
Hane. Gjonja mu ka ndjekë. Dytë se u pak të nahar. Shpia si për ishe që shtu. Rafshi jemi krejt. Qa kemi posur, gjonë nuk ka djegur. Na kanë captu, na kanë kollë, na kanë djegë. Vesh me du që ta dhe se krejt bëtën. Mirë nuk kem edhe... Na kanë shku dika. Fëmijë kam me të rëjtë i ku të këndi gjohë këta. Dhe 10 kila mirë s'kam më shumë. Dhe shka të jepë. 13 antar s'dim gjohë për ta më ka jenë shkuar. Këshin kohë me s'ka kohë, ta ishin një kishin dollë malë. S'kum posë këmë ne qëto me thminje me vetë, jëmë strehu. As po kemë qa me hongër, as qa me pija, as ku me flejt, as qëto në një pi kish metën. S'kem qa me bon. Që krejt shpin kënej rafë që kam bon. E hongër që po honë. Olloj qa po mujmë, peme, qështu qa po mujmë. Her kaj të rëqolle. Shpine kanë ngranatu, kanë kallën, si për shifni edhe ju. Por shpia do të marrohet, Alirin, kurse si nuk e diria është ma vleshme se shpia. Por shpresa si kur u kthye kur në skenë dolën pjesëtarët e parë me uniforma të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nuk na piko. Zemër tigër nësën shkruajnë. Parashitja tyre ishte motiv për popullin e pashpresë. Edhe xhiruesi Rizvanolli, por edhe gazetari Buza, kujtojnë me emocione momentin e parë kur pa një person me uniformën e UÇK-s. Kur dulën pa ushtria si ushtri, atëherë veç ishte një emocion këtë tjetër. Një mbështetje kish populli, kisha edhe unë. Se ndryshe ish kur ki ushtri tonë, sa do të vogël, sa do mangë, po ish dikush. Dhe tash gjithkush prit ke për tyve diçka ma tepër se që kemi pas ma herët. Tregona pak a shumë momentin e parë kur i pave në uniforma, si u ndit në ato momente. Herën e parë ka qenë diçka madhështore për mu, me pa një shqiptar me uniformë UÇK-s, për shembull. Ka pas njësi speciale që dulin pak ma vonë me uniformë zezë, ata ka qenë të tashëm, ata ka qenë si emergjencë e jashtëzakonshme shpejt, edhe këta normal UÇK-s me SMB që thojnë me këto teshat zakonshme. Ku visha për të enit me kolegë këtu, ma betë bëshin një të gësha pak a shumë shka, të këshin, a bon më arë me pa njëherë, veç me pa uniformën. Ku me të marë me unë për veti, s'kum guzu me marë, edhe për veti s'kum guzu, po s'kum guzu edhe për gazetarit. Se ne kishim akreditim, me pas dikon tjetër me na kontrolu, pa akreditim, veç u bëke problemi ma. Si që ne që kemi jetu në pjesë të urbane, ka qenë një dileme madhe prej vitit 97, se a ekziston, a është pjell e një imagjinat, a është pjell e një sigurimi shtetëror, a kemi pa mu më ka rastis që ditën e parë me 13, kur kom shku me punu, ditën e parë me njëherë jem taku me ushtarët e UÇK-s në Lausht Skënderajt. Dhe aty ka qenë një grup, ai është edhe oficer, bile një prej tyre, edhe ai na ka rregullu neve që ne ta fotografojmë edhe djalin e mësuesit, që është vrarë në 28 nëntor 97-s, edhe ne kemi pas filmin e tij, edhe kemi pas fotografinë e tij me uniformë, mirë po na është lutë që ta vendos e ka pas një kapele dimrit të lesht që mos më ju pa fytyra.
edhe është gjiru rreth rrugës ka shkolla ku është vra baba. Radi, top! Dote komandant, toku i kursistë është i gatshëm për mësim. Raporton komandanti Ismet Baliu. Oluli! Takimet me pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës më nuk u ndalën. Ata ishin vazhdimisht në kontakt me ta, duke raportuar për të bëmat e tyre. Logjistikës ku edhe e ban dhënien e ndihmës në mënyrë Nuk konë me një shkollë, si komandë, shkolla në Gradicë. Aty e krym qatë intervist, ma e unë dola me ushtarë jashtë, e bom inskenimin cilën e keni ju aty, se një farë lufte, një farë përleshe, është shumë e mirë, po është inskenim. Stërvitja shrakën bërej! Ura! Me të regu që në qëto kushte jemi të gatshëm edhe me luftu ballë për ballë me armikun. Do më thonë, YSHK-ja të regoj se është e përgatitur? E përgatitur, po qashtu. Edhe kur plagoset dikur shpytjet e lën, shkon i ndihmon e nxjerr. Emocionet më të mëdha janë kur ne i kemi pa, unë i kom pa shembull gjatë trajnimit në shkollën ushtarake, ku ata kanë trajnu, janë filmat të cilët lëvizin nëpër mediat tona, gjatë ushtrimeve, do thotë ajo ishte se unë e kom kryer edhe ushtrim në ishtë Jugosllavi, kështu që ishte një emocion i veçantë ti me pa shqiponjën tënde në një uniform që deri në atë kohë ka qenë pa paramendueshme ose pa imagjinueshme. Në vitet e luftës, populli ishte më i bashkuar se kur. Dëshmi për këtë janë demonstratat ku brohoritej USHK dhe ngriteshin lart sloganet "Drenic jemi me ju". Ato nuk u ndalën, ndonse Milošević kishte futur në funksion tër aparatin shtetëror që të pengojë rezistencën dhe thirrjet për liri.
Nuk ishin të emocionuar vetëm neve, po ishin edhe ata të emocionuar me qëndrimin edhe deklaratat që jepnin udhëhecët e protestave. Dhe çka ndodhi në të rrugë ne ndalim edhe fillojnë merr intervistë gazetare dhe redaktori jamon në mikrofon. Njëna për atyre, normal, të trijat aty flisnin anglisht. Ishte Edita Tahiri, ishte Vjosa Dobruna, dhe edhe dikush tjetër, po ato flisnin anglisht. Ajo fliste anglisht, ky tash më thoshte mua, "O Shaban, për kthejnë më çka u ka thot?" I thash, "O Glenn, anglisht është ka flet." Do të thotë, ai ishte aq i emocionuar me ato çka me pamjet, sa edhe vet i huju e emocionu apo neve mos na pyet. Në atë kohë, kur bëshin protestat për mu, ka qenë shumë më lehtë me bë incizime ose gjirime, se ishë se në qytet ma, s'guzojshën fort më të ngucë. Isha një ndjenjë që përveç atyre që ishin në terren të luftës, UÇK-ja edhe fshatarët, me ata ishte edhe qyteti, edhe kretë Kosova. Me broritje, Denis, jemi me ju, e shumë broritje tjerë. Edhe në këto aktivitete u desh angazhim i madh i reporterëve shqiptar që kolegët e tyre serb të mos e shtrembronin të vërtetën. Kur kthehemi ne me bë dërgesën montazhin, gazetari i Reuterit Kurt Schrock, që ishte i tekstit, thot, hajde të shkojmë ta shohim filmin e ekipit tjetër. Fatkeqësia ishte që filmi e ekipit tjetër që kishin montu, e kishte në Ballore, e kishte rrugën e Gërmis ku ishin 3 xhamia. Do thotë ju ishte bastardhu tër poenta e për çka ishte protesta atë ditë. Dhe ai më njëherë reagon dhe thotë, më njëherë këtë film me hek se nuk ka të bëj. Ishte ajo në plan të parë, pami që i kemi pa shumë herë ne në Euronews, prej agjencioneve të huaja, po që kanë qenë ekipe, jo të hujat, kanë qenë ekipe zakonisht ma herët të dërgume prej të ardhme prej Serbisë, se normal e kanë dërgu të vërtetën e vetë, dhe aty ai është dashur me i ndru atëherë me e bë montazhin krejt të ri. Kjo ishte e forta që e vërteta përmes xhiruzëve të huaj, edhe përmes ndihmës tonë, edhe xhiruzëve, edhe të shqiptar, po edhe përkthyesve, edhe të tjerëve gazetarëve doli e vërteta dhe mandej raportet për atë demonstrat kanë qenë jashtëzakonisht në favor, gjë që boni që sensibilizohet opinioni edhe më shumë. Betejat e humbura kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe rritja çdo ditë e më shumë e zërave për liri e pavarësi bën që forcat serbe të shtojnë agresionin kundër popullatës civile shqiptare. Përpoja ka qenë shumë prekse edhe shumë një mu mytë, me një hub këtë një farë besimi, hub këtë një farë shprese, ati momentale më thonë, se shpresa se hub kur, po momentale se që u mytë filoni, bon një masakër, ato ndodhe dhe mu të populli, që ashtu isha une, ishim pak si mirushëm në atë moment. Në pjesë të ndryshme të Kosovës, po vriteshin civil e ushtar që po mbronin shtëpitë e tyre. Këto janë pamje të varrimit pas masakrës së Reçakut, ku vran 45 shqiptar. Filmimi në atë ditë të ftohtë janari ishte dëshpërues edhe për reporterët. Emocione ka pas shumë, se nuk është lehtë me i pa të plagosur, vrarë, masakruar, të renditur sikur ka qenë në Reçak për shembull, kufomat e civilëve, me i pa të renditur në një lugë atje është goxha si telashe. Ato veç
veç muj me fol, se pa përjetu vështirë është. Kur e përjeton është tjetër muhabet, kur e fol nga kështu është muhabet, më thonë. Ajo konë e tmerrshme, e vështirë, e ramë. Në fakt, ky është vetëm njëri prej shumë varrimeve ku këta dy morën pjesë. Ata kishin qenë prezent edhe në një varrim tjetër në fshatin Terdevs të Drenicës, ku patën vrarë ndër pjesëtarët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në 78 në fshatin Terdevs, djalosh dhe ushtar. I përpik. Lartë Sinestro! Armen Bush! Zjor! 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 Armen Frena! Armen Prankëmbës! Në këtë luftë u vranë rreth 15.000 persona, shumica prej të cilëve ishin civil. Rreth 20.000 fëmijë, gra e burra janë përdhunuar. Duar për t'i kolla se ke komentizu, duar në gjithat e duar. E po ashtu nga pronat e tyre, u dëbuan afër 1 milion qytetar, të mëdha ishin edhe dëmet materiale. Derisa në malet e Kosovës, UÇK-ja dhe populli po bënte rezistencën. Sikur më parë, i gjithë spektri politik, ushtarak dhe intelektual i Kosovës u bashkuan drejt arritjes së një zgjidhje për konfliktin e armatosur Kosovë-Serbi. Drejt Rambujez kishin marrë udhë një delegacion nga Kosova, në mesin e të cilëve ishte edhe akademik Recep Qosja. Me këtë të fundit Jusuf Rizvanolli kishte realizuar një intervistë pak para se të nisej drejt Francës, pa mjekto të cilat emisioni udhëve i posedon dhe po sjell të plota. Shkojmë në bisedimet e Parisit, mjerisht të pa përgatitur sa duhet e si duhet. E gjithë kjo është bërë shumë shpejt. Faktorët ndërkombëtar kanë zbatuar taktikën e molisjes, raskapitjes sonë, sigurisht me qëllim që të arrihet marrëveshja më shpejt e më lehtë. Kërkush nuk ka prit që ka më konë më keq, veç më mirë. Ka gjena intervista të Recep Qosja në shtëpi, pregatitja që shpërshkojnë Rambuje. Udhëtimi është pritja në aeroport. Pritja parë në aeroport është dështim, se nuk erdhe ekipi i UÇK-s. Hashim tha që këta nuk e lejun këta më ardhë, se këta dëshin me shku ndryshe, delegacioni sërbë shka pëti unë, nuk e lejun, pritëm sa pritëm, nuk erdhen, u këthym dur bësh, qatë për herën e parë për folin. Herën e dytë veç shku. Edhe gazetari Buza na sjell momente interesante nga rrugtimi i tij drejt Rambujez. Delegacioni jonë doli me deklarat në oratë orës 2, thotë ne do të nënshkrujmë marrëveshjen. Dhe ironia që mu ma përkujton, kur shoh unë Daqiqin, sot ma përkujton kryetarin Milutinowicin atëherë, kur ai të hynë në ditën e parë në Pariz, atje thot, për çfarë marrëveshje i ka folni ju? Na thot gazetarëve njëve. Do thot, paramendojeni, ishin 3 javë që kishin biseduar ata përpara atje, dhe tash në ditën e parë kur priti që të nënshkruaj, vjen thot, për çfarë marrëveshje i ka bisedoni? Dhe kjo ishte përgjigjja në pyetjen e gazetarëve. Refuzimi që pala serbe i bën marrëveshje së Rambujez çoi edhe drejt bombardimeve të Aleancës Vere Atlantike. Ndërhyrja e NATO-s solli pashën e shumë pritur. Kam
mendu edhe Miloševiqi, po edhe disa faktorë vendimmarrës në qoftë në perëndim ose në lindje, që shqiptarët mëngjes e kanë prit me dalë jashtë. Tash kur jepet rasti kanë më shku, emocionuesja ka qenë që në kampe, në 3, 4, 5 një muaj të fundit, asnjë nuk është regjistruar për me dalë jashtë. Me dalë jashtë Maqedonisë. Dhe shembull kampi në Çegran, afër Gostivajt ka pas 43.000 banor. Kur u kthym, o Zot, është e vërtet. Ishim ushtar të këforit, ushtar ton, njerëz ton, me gjithë ishin këtë lollën, shumë të lollën, të raskapitën, po ishtë një shpresë, një entuziazëm i madh, lëvizjet në për qytet, thuti u bo bosh, u bo bota jonë. Ne mbulonim lëvizjen në kufinë e Lezan. A din çka ishte? Të gjithë UN-i, UNDP-ja, nuk ka pas organizate UN-i që nuk është nda pamflete mos kthehi në Kosovë, se pusët janë të helmuara, ose shtëpit janë të ndëmtuara, janë të minume shtëpit në Guxani. Kolona e kthimit ishte pandalshme. Nuk pyeste kërkush, a ka minë, a ka ujë, a ka pust minum, a ka pust helmum, të gjithë dëshiroshin të kthehen në shtëpit veta. Ata që e panë dhe ende e ruaj në kasetat e moshme historinë, tregojnë se si e shohin Kosovën sot, 20 vjet nga shlirimi dhe 11 vjet nga shpallja e pavarësisë. Jo vetëm triumfus, se kjo Kosova ku është sot ka qenë pa imagjinueshme për dikujt para 20 vjetë, 25 vjetë. Tash ne mundemi me thonë, më bo profet, më thonë valla se 98-ën ose 97-ën kur kemi dalë si student, si profesora studenta me kërku me u kthy në për objekte, ka qenë pa imagjinueshme që mas 20 vjetë ne kemi me pas Kosovën shtet të shpallur, aq më tepër çka është në mbështetje të forcave kryesore botërore, politikës botërore, edhe me një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dikush ka më thonë, jo, nuk është propagandë. Shiqo, nëse ne e shohim Kosovën, na kujtohet Kosova e mas luftës, ne le të vjen, ju jeni gazetar të ri me siguri, por kur vjen dikush i huaj që ka qenë para sa kohë, para 10 vjetë, 15 vjetë ose 20 vjetë, ata nuk mundin me paramendu Kosova çfarë përparimi ka bërë. E bëjmë bisedë me kolegë, me shok, me miq, me familjar, e kritikojmë. Kemi drejt me kritiku se lypim ma mirë. Po ku kemi qenë, ku jemi, si janë halat vendishëm popullin. Veç unë e marrë një shembull rrugën Prishtinë, Slatin, aeroport, ose Prishtinë, Veternik, veç qyri qysh ka qenë edhe qysh jemi. Veç të dyja, 2 vija. Kemi hesë shumë përpara. Inshallah, tash Zoti edhe ma tepër ecim. Normal që dojmë ma mirë, normal që është popullsi i re, normal që dojmë shkollim më të mirë, ekonomi më të mirë, vendet punës më shumë, po këto të gjitha nuk bëhen shumë shpejt. Në histori, 20 vjet mas luftë ose 10 vjet është një kohë shumë e vogël. Në librin e historisë, gjysma mes jetës kalon me 2 faqe. Pse? S'ka pas ngjarje. Prandaj, edhe unë mendoj që meritat për çka është punu këto gjenerata kemi mi marrë prej fëmijëve, jo fëmijëve tonë, nashta po nipave dhe mbesave tona. Sa ata kanë me thonë, po që ai ka me thonë nipi, po gjyshi, Jusuf që pas ka punu sa mirë, pas ka ditë, si ku ka bo Kosova prej rrafsh, nuk shihet se a ka shenja dikun të gërmadhave? Nuk ka. Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosova shënon 11 vjetorin e pavarësisë. Kjo datë e rëndësishme, shtetin ton të ri e gjen me ushtrit e saj.
dhe me shumë sfida para vetës. Ishte ky rrugtimi i Kosovës për liri e pavarësi, rrugtim ky që e sollëm nëpërmjet shumë pamjeve që nuk janë transmetuar ndonjëherë. Për të folur për hapa deri në pavarësinë e vendit do duhej shumë kohë, me që zhvillimet ishin të hovshme deri në pavarësinë e Kosovës, edhe tani që po përballemi me sfida të ndryshme. E rëndësishme është që Kosova të mos harroj asnjëherë ata të cilët në momentet më të vështira të ekzistencës në hapën dyert dhe na ndihmuan me strehim, ushqim e edhe duke mbrojtur ekzistencën tonë. Përjetësisht, ju falenderohemi miqve nga Shqipëria, Maqedonia dhe vendet e BE-s që na strehuan atëherë kur kishim më së shumti nevojë. Ndërsa një falënderim i përjetshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, të cilët me këmbgulsinë e tyre bën që Kosova sot ekzistojë e pavarur. Urime për vjetori i 11 i pavarësisë së vendit. Të dashur shikues, për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni faqen e Facebookut udhv.rtk. Mos harroni të na shkruani në udhv@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi udhve.